të partive politike, apo nëpërmjet lobimit, ka lobim profesionist. Në Washington shumë janë 20.000 lobistë profesionistë, apo në Bruxelles kështu me radhë. Kur ezaurohen këto mjete, është dhe mjeti protestës. Jo domosdoshmërisht. Për shembull, kujtojmë protestat e pashme të 68-s, të cilat shpërthyen anë mban e Europës dhe lindi nga kampuset universitare. Do me të uvure që ishte një frym paksa i majtë mund tuaj, sepse vetë rrethet universitare në përgjithësi anojnë pak majtas, me të drejtën, edhe SBA që është një vend që nuk para ka një kulturë të tillë, po të referojmë qarqeve akademike apo qarqeve universitare janë shumë më majtas pjesës tjetër të popullsisë. Dhe megjithatë pavarësisht asaj ato ishin lëvizje pacifiste, ishin lëvizje për ndryshimin e kushtet të jetesës, për më shumë liri të drejta progresive kështu me radhë. Dhe ishte një frym që pushtoi anë mban kontinentin. Në Shqipëri bëm re që mungon një gjë e tillë, pasi dhe partitë politike ashtu si kundër përmendëm më parë, organizojnë protesta, apo qoftë PD ka qenë opozitë, qoftë PS-ja tashmë ose më parë, por janë protesta që kanë një agjendë gushtësisht partijake. Është një agjendë që kërkon, është e motivuar kryesisht për qëllime politike dhe nuk është një agjendë e cila e bë theksin te plagët që prekin shumicën e shqiptarëve. Domethënë ato nevoja bazike që kanë shumica e shqiptarëve dhe për më tepër nuk kanë edhe ndonjë lloj inspirimi se si mund të dilet nga ky qertur probleme, sepse për evidentimin e problemit të gjithë ne mund të evidentojmë probleme pafund në jetën tonë të përditshme. Problemi si zgjidhen, si te kalojnë. Dhe kjo është roli mungohet shoqërisë civile. Faleminderit zonja Xhini, për ta mbyllur dua të përmend edhe një fakt interesant që ndoshta intereson dhe Komitetit të Grave në Shqipëri. Ndryshimet në kodin penal besoj janë në favor të tyre, sidomos në kuadër të betejës për luftën apo kundër dhunës në familje, ku tashmë do të forcohen, le të themi, penalitetet ndaj atyre që do të dhunojnë gratë apo fëmijët në familje. Besoj është diçka pozitive që mund të ketë ardhur nga lobimet e shoqërisë civile, shoqatat e grave. Kështu të pakën, unë nuk jam në brendësi të detajeve, po kështu është paraqitur dhe jam në brendësi të faktit që sot po dje komisionerja për antidiskriminimin ka bërë një deklaratë dhe ka qenë ajo që ka iniciuar ndryshimet që do të ndodhin. Në fakt, për t'u kthyer argumentit për cilin ne kemi pas bisedën sot, do të thosha një gjë që në 2009 Shqipëri ka një kartë të shoqërisë civile. Ka një ligj mbi shoqërinë civile. Është krijuar një agjenci për mbështetjen e shoqërisë civile. Dhe të gjitha këto kanë qenë nisma të mbështetura financiarisht, moralisht, me konsulenca nga ndërkombëtarët. Dhe këto me qëllimin e vetëm për të bërë ndryshim. Dhe arsyeja që sot Sekuj apo ambasadorët e tjerë flasin për një shoqëri aktive civile, është se tashmë ekzistojnë të gjithë instrumentat, ligjor, të gjithë paketa që e mbështet për të qenë aktive dhe për të luajtur një rol kryesor. Dhe tashmë pritet, domethënë, nëse më përpara thuhesh që nuk ishte koordinim, nuk ishte një ligj që e mbështette, nuk ishte një kartë që i mbështette të drejtat e tyre, çfarë mungon sot? Përse nuk është aty ku duhet jetë? Dhe kjo është thirrja që në fakt bëjnë ambasadorët apo ndërkombëtarët në rastin e shoqërisë civile. Së fundmi e kam vënë re që të paktën është pasqyruar nga media që pothuajse në të gjitha komisionet ku po diskutohen projekt ligjet ka pjesëtar të shoqërisë civile. I kemi parë kur u diskutuan për integrimin, i pam kur u diskutu për ligjin për problemet për këto që ishin me të meta, me aftësitë kufizuara, që kishin një rol kryesor, kanë luajtur një rol shumë domethënës në krijimin e institucionit të komisionerit për antidiskriminimin, kanë qenë ato që e kanë iniciuar. I shikojmë të jenë aktiv sot për referendumin për mbetjet e ngurta. Domethënë, kemi një tjetër shoqëri civile. Nuk flasim për atë shoqërinë civile që pra, si pasysh gjërat po lëvizin për ta mbyllur optimizmin. Unë mendoj se për mirë, sigurisht, prandaj edhe ato presin shumë prej tyre. Okej. Për ta mbyllur zonja Bogdane, po lëvizin pozitivisht gjërat apo jeni si gjithnjë skeptike që treguar në emision? Jo, unë them edhe në lidhje me atë ligjin që përmendët juve, besoj jeni ndjeni. Problemi kryesor, unë në Shqipëri shoh si problemi kryesor, nuk e shohin, e shohin gjithë domethënë, e shohin dhe në ato raportet progres raportet që çdo vit janë si copy paste me njëri tjetrin, që në Shqipëri domethënë këto që u përmendën, domethënë strukturat, të gjithë elementet e shoqërisë civile, po dhe strukturat, edhe ligjet, edhe gjithçka, ne e kemi yll. E kupton? Domethënë të gjitha janë kështu, kur i thon in place, janë të ngritura, të ekzistente. Problemi është që në Shqipëri është e para zbatimi
i ligjeve, i këtyre gjithë to action plans dhe planeve të veprimit. E treta, strukturat ku ngrihen. Për shkak këtu përmend disa herë, para se ne su ndalëm, në këtë agjensinë që unë nuk e di se si e ka, nuk jam marrë emrin. Agjencia për mbështetjen e shoqërisë civile. Kjo agjencia për mbështetjen që më duket është krijuar par vjet. Edhe në opinionin publik është e panjohur. Par vjet duket për të mbështetur. Jo, e di, po par vjet duket Kartën e shoqërisë civile. Ideja është që dhe këtë, me çka kam dëgjuar, domethënë, me aq sa kam dëgjuar dhe kur e dëgjoj, wow. Institucioni mirë, një tjetër strukturë në mbështetje shoqërisë civile, me çka kam dëgjuar aplikojnë shoqatat projekte për ta. Qa kam dëgjuar nga ana tjetër që edhe këtu, domethënë në board, domethënë nuk e di kryetari apo antarët e bordit e tjerë, janë njerëz të vënë nga partia në pushtet. Dhe di shumë njerëz që nuk e marrin mundimin të aplikojnë sepse e dinë për shembull që lidhjet apo afilimet nuk kanë ndonjë shans, e kupton? Kështu që për mua shoqërinë civile si në çdo fushë tjetër, të aspekt tjetër të jetës, funksionimit këtu, problemi është me implementimin, me zbatimin e ligjit dhe me funksionin si duhet të strukturave të shumta dhe shumë gjyrshe që ngrihen, që bravo shumë mirë që bëhen e ngritën, po që nuk kanë ose drejtohen nga njerëz që prap janë të lidhur me pushtetin edhe ku ishim e ku dolëm, tha. Faleminderit zonja Bogdani, edhe pse nuk folëm për abuzimet me fondet brenda apo në mes të shoqërisë civile, për të mos dashur Lami që ta ngacmojmë këtë pikë, po gjithsesi unë ju falenderoj për këtë bisedë të këndshme dhe që jemi munduar pikërisht për të treguar në një farë mënyrë që nuk ka vetëm politik në këtë vend, por ka edhe shoqëri civile e cila duhet të luajë rolin e saj siç duhet. Falenderoj të nderuar teleshikues që na ndoqët, bashkë natë mirë dhe mirupafshim.